Ka shumë kisha anë mban botës. Midis shumë kishave, cila kishë është e themeluar nga Jezusi? Bibla e tregon qartë emrin e kishës që është themeluar nga Jezusi. Kishës së Perëndisë që është në Korin. Sepse ju keni dëgjuar për sjelljen time të atëhershme në judaizëm, si e përndiqja me egërsi të madhe kishën e Perëndisë dhe e shkatëroja. Bibla thot se emri i kishës që është themeluar nga Jezusi është Kisha e Perëndisë. Atëherë, cilën të vërtet mbajti Kisha e Perëndisë? Ky është trupi im që është dhënë për ju. Kjo kup është beslidhja e re në gjakun tim që është derdhur për ju. Kisha e Perëndisë, e cila u themelua nga Jezusi, mbajti Pashkën sipas beslidhjes së re. Në cilën ditë të javës mbahej shërbimi në Kishën e Perëndisë, e cila u themelua nga Jezusi? Dhe si e kishte zakon ditën e shtunë, hyri në sinagogë dhe u ngrit për të lexuar. Dhe pali, sipas zakonit të vet, hyri tek ata dhe 3 të shtuna me radhë u paraqiti argumente nga shkrimet. Kisha e Perëndisë, e cila u themelua nga Jezusi, mbajti sabatin e ditës së 7, sipas beslidhjes së re. Në Kishën e Perëndisë, e cila u themelua nga Jezusi, antarët femra i mbulonin kokat me vel gjatë shërbesës. Edhe çdo grua që lutet ose profetizon kokë zbuluar, turpëron kryet e saj. Kisha e Perëndisë mbajti Pashkën dhe sabatin dhe antarët femra i mbulonin kokat me vel gjatë shërbesës. Dhe çfarë të vërtetë ata predikuan gjithashtu? Dhe çdo ditë në tempull e nëpër shtëpi nuk pushonin duke mësuar dhe duke shpallur lajmin e mirë, që Jezusi është Krishti. Nga kjo mund të njihni frymën e Perëndisë. Çdo frymë që rrëfen se Jezu Krishti ka ardhur në mish është nga Perëndia. Në këtë mënyrë, Kisha e Perëndisë, e cila u themelua nga Jezusi, predikoi që Perëndia erdhi si njeri. Kisha e Perëndisë, e themeluar nga Jezusi 2000 vjet më parë, është e njëjtë me Kishën e Perëndisë në epokën e Shpirtit të Shenjtë. Kisha e Perëndisë, e cila mban sabatin dhe Pashkën e beslidhjes së re, si dhe rregulloren e mbulesës së femrave, është rritur duke numëruar 3 milion antar të regjistruar në 175 vende që nga viti 2020. Kjo ka qenë e mundur sepse antarët praktikojnë dashurinë e nënës në jetën e tyre të përditshme, duke ndjekur mësimet e Shpirtit dhe të Nusës që japin jetën e përjetshme. Kisha e Perëndisë ndjek mësimet e Shkrimit. Ashtu le të shndrit drita juaj para njerëzve, që të shohin veprat tuaja të mira dhe ta lëvdojnë atin tuaj që është në qiell. Kisha e Perëndisë është me ty.